Vera Dema është ndër femrat e para të përsekutuara nga regjimi komunist që guxoi të flasë përpara kamerave, pas përmbytjes së regjimit në vitet 91-92 për ferin që kishte projektuar ajo, familja e saj dhe gjithë klasa e të përsekutuarve. Vera kaloi më shumë se 45 vjet në një persekutim të pashëmbullt. Ishte vetëm 14 vjeç kur e arrestua në Berat, ndërsa familja e saj ishte e internuar aty pas arratisjes së babait të saj, kolonelit Hysni Dema. Vera, 14 vjeçare, provoi mbi trupin dhe shpirtin e saj torturat më të çnjerëzore që mund të imagjinohen. E shtrengonin të fliste për të atin e arratisur. Gjithë jetën e saj, nëpër internime, ajo do ta tregonte me ankth të jashtëzakonshëm për jetimet e frikshme në qelitë e Beratit. Por vuajtjet e forcuan. Ajo u zhndërrua në një grua të fortë, e vendosur për të mos u pajtuar kurrë me realitetin e vështirë. Me një jetë plot sfida në internim, ku u martua dhe u bë nëna e një djali, të cilin e rriti me normat më të larta të moralit njerëzor, me një lidhje të fortë me motrat dhe vëllezërit e saj, Vera, edhe pas përmbysjes së regjimit, e vijoi luftën e saj. Ajo u zhndërrua në një luftëtare të pahepur për të vënë në vend drejtësinë. Luftoi shumë që klasa e të përndjekurve të merrte vëmendjen që i takonte dhe krimet e regjimit komunist të nisnin të zbardheshin e të mos heshteshin. Si pjesë të këtyre përpjekjeve, Vera realizoi të parin itinerar me kamerën e një gazetari suedez në kampet famkeqe të internimit. Me vlerë të pazakontë, mbetet vizita e saj në kampin e Tepelenës në vitin 1992, kohë kur kampi ishte shndërruar në repart ushtarak dhe kazermat e internimit ishin në gjendjen siç i kishin lënë të internuarit pas largimit nga kampi. Pas këtyre xhirimeve dhe shumë dëshmive që tregonin realitetin e vështirë të përsekutuarve dhe pas rënies së regjimit komunist, gazetari suedez, emrin e të cilit fatkeqësisht nuk e mësuam, realizoi këtë dokumentar, të cilin në shenjë kujtimi ja dha një kopje Verës. Kasetën e vjetër, Vera e ruajti si sytë e ballit, saq e gjallë. Pak vite përpara se të largohej nga kjo jetë, ajo ja la amanet motrës së saj, Rudinës, dhe kjo e fundit vendosi këto ditë ta publikoj në emisionin ton, Dosja K, në shenjë nderimi për motrën e saj guximtare. Dokumentarit i mungojnë titrat hyrëse e mbyllëse, dhe po ashtu dhe titulli dhe emri i gazetarit. Sidoqoftë, sipas versionit që ka ruajtur Vera dhe Rudina, ne e përkthyem me ndihmën e bashkëpunëtores ton Emagoro dhe e titruam në shqip për t'ju ofruar shikuesve tanë si një dëshmi të rrallë. Se nuk jemi njerëz të këqij, jemi njerëz shumë të mirë. Kemi dinjitet, kemi nder, kemi karakter, po regjimi, qeveria komuniste me Enver Hoxhën në krye, edhe pasardhësit e tij na çuan edhe në këtë katastrofë. Vera Dema är 61 år idag. Sedan ett år tillbaka är hon en fri människa igen. Det var nämligen 46 år sedan de kom och hämtade henne, hennes mor och syskon. Den här bilden togs en kort tid innan familjen arresterades. Det är Vera i mitten med sina två systrar. Kur isha unë në moshën 15 vjeçe, ishte shlirimi i Shqipërisë. Na internuan nga Tirana na çu në Berat se babai tim ishte i arratisur përpara shlirimit në 44-ën. Na shpun në Berat. Në moshën time 16 vjeçe më futu në burg. Më dënuan si antikomuniste. 2 vjet, se s'm kapte mosha për me më dënu ma tepër, dhe këto 2 vjet mi dhanë vetëm e vetëm se unë isha, në me thënë, bia e një babe që kështë qenë kundërshtari Partisë Komuniste. Veras far var en hög officer på 30-talet under Albaniens kung Zog. Men 1939 tvingades kungen i landsflykt. Han tog med sig statskassan och Italien annekterade Albanien. Här är Mussolini på besök 1939.
Veras far dömdes av italienarna som antifascist och deporterades en tid. 1944 tog så de kommunistiska partisanerna över i Albanien. Partiet leddes redan då av Enver Hoxha. Och Veras far, som var nationalist, fann då för gott att lämna landet. Han stämplades som krigsförbrytare, hela hans familj deporterades, själv dog han några år senare i exil. Vera släpptes fri först förra året efter att ha tillbringat 45 år i olika läger och byar. Vi tog henne med tillbaka till några av de platser där hon tillbringat sitt liv, dit tiotusentals albaner, ja kanske ännu fler, deporterats på politiska grunder eller för påhittade brott under diktatorn Enver Hoxhas regim. Större delen av tiden i inre exil tillbringade Vera i Lushnje-distriktet. Gravian är en av de många små byar dit människor deporterades. Vera satt där i 17 år. Idag är Gravian en vanlig albansk by. Men av de gamla vänner Vera möter är många deporterade liksom hon. Skillnaden är bara att de blivit kvar trots att systemet brutit samman och Albanien officiellt inte längre har några politiska fångar. Men de är fattiga och om ingen släkting hör av sig och tar ansvar blir många kvar. Den här kvinnan är 47 år. Hon deporterades 1952. Hennes make är död. Nu tänker hon mest på sina barn. Pasaportizimin e kam bërë për në Tiranë. Për të banuar, atje po ka qenë buri. Kam një shpresë. Shpresa dytë është prindrit, më kanë dhënë fjalën që do të më marrin kanë ata. Këto. Për fëmijët, pa për vete, për mua ka mbaruar jeta, s'ka më. Për fëmijët kam dëshirë që të jetojnë mirë, mos vuajnë si që vojta unë. I en annan by, i Gradishta, satt Vera i 2 år. Gradishta bestod till en början uteslutande av deporterade. De fick bygga sina egna hus och tvingades arbeta på fälten, i bergen eller skickades helt enkelt iväg på tvångsarbete där man behövde arbetskraft. Många av husen Vera en gång bodde i är borta nu eller helt förändrade av andra som övertagit dem. På ett ställe hittar hon ändå ett rum där hon en gång bodde. På 50-talet kom Vera till byn Saver och blev kvar i 9 år. Hon finner ett gammalt par som är kvar där än. De är bägge över 70. Maken flydde en gång för länge sedan utomlands men stod inte ut. Så han kom tillbaka och hamnade här igen. Në 28-ën, iku burri. Mua me tërnuan, me 2 fëmijë. U kthye burri. Prap më tërnuan mua, me 2 fëmijë, me të 2 vajzat. Edhe një herë. Kemi 30 vjet këtu. Byarna och lägren fanns utspridda över hela Albanien. Överallt hörs samma slags historier. Av före detta fångar och människorättsorganisationer får vi namn på ett 25-tal platser. Troligtvis fanns det ännu fler eftersom en del städer hade deporterade utplacerade i många småbyar runt omkring. Och ingen har ännu kunnat ge en säker siffra på hur många som oskyldigt fängslats och deporterats. No one knows the exact number of deported and the jailed people during this half a century. But the Political Prisoner Association, ex-Political Prisoner Association, is working on that. Unfortunately, no one knows until now because documents are burned and so it's... Och en av Europas sista kommunistledare från Stalintiden som borde veta säger sig inte heller ha några uppgifter. Por qa shifre exakte pasqyron kjo është zonë të themi nuk është. En ofta nämnd uppskattning är ändå cirka 400 000 dömda människor under 45 år av kommunistiskt styre. Det i ett land av Smålands storlek med idag 3,2 miljoner invånare. Ingenstans i det gamla Östeuropa fick folket lida så av stalinistiska tvångsmetoder och terror. Men inte bara regimkritiker kunde råka illa ut. I byn Adriatic finner vi en grupp anhöriga till utrensade partifunktionärer.
Många hatade dem och ingen vågade egentligen ha någon kontakt med dem. Regimen specialbevakade ofta sina egna föredettingar. Isolerade i Adriatic sitter fortfarande anhöriga till en försvarsstabschef som kastades ut 1975 och frun till en känd partiideolog som råkade i onåd i början av 60-talet. Të them të drejtën, të gjitha si njëra pas tjetrës kanë qenë, po kur u lirua burri, ajere ato përgjimet kanë qenë të mërshme dhe më tavan në vinin, s'kuxonim të flisnim një fjalë. Po dhe tani që ardhi demokracia, për neve unë prapë internuar jam. Se në Tiranë me djalin s'mund t'jetoj, djali atje vetëm, unë këtu vetëm. Men vanliga människor utan ideologi har ännu svårare att förstå vad det var som drabbade dem. Ett hett temperament och några förflugna ord förstörde tillvaron fullständigt för den här familjen. Në 69-ën më qenë me shtëpi në Tiranë. Shkova në lagje për kërku zgjerim. Nuk patën më dha një dhamë. Nga një dhamë i thash nuk më mjafton një dhamë, se isha kallaballi. Dha një dhamë. Dhe aty kalova në debat, qellova direkt për të përqishimin e lagjes. Nga përqishimi kalova me kryetarin e lagjes. E kapa kryetarin e përplasa 3 muaj në Tiranë. Këtë 3 muajvet me internuan këtu. Edhe më punë pasaportizimin këtu. Po bëj 23 vjet këtu. Ka që ishe edhe ngela këtu. Në radhë të parë, unë isha fëmija më e madh këtu. Dhe vujtja ime si fëmijë më e madh ka qenë shumë e vështirë, të them drejtën, po deri tani unë s'kam zgjuar gjë vetëm që vujtje gjithmonë me fjalë mirim. Siç ta tregova edhe shpara aty që si i ri nuk i kam zgjuar gjë jetës. Derisa nuk kam parë për të blek pucët edhe sot. Men även för många av dem som lämnat exilen i byarna och kommit tillbaka till Tirana till exempel är det svårt. Den här byggnaden tillhörde tidigare kommunistpartiet. Nu är den ockuperad av för detta deporterade. Många andra familjer lever i halvfärdiga betongskelett. De fann inget bättre. Det är kallt. Det saknas vatten och avlopp. De har själva kopplat in sig på elnätet. Ett elnät som är överbelastat och därför ofta avstängt. Nästan ingen hjälper de förbannade. Den första människorättsorganisationen i Albanien söker ekonomiskt stöd till de utsatta, men utdelningen har varit knapp än så länge. Norway is the only country that has promised to give some money for the building houses and flats to be given to these people. From Norway, they say that some $20,000 are coming for this fund. Av alla ställen som regimen skickade folk till fanns det ett som var värst, lägret i Tepelena. Bara de som arresterades direkt efter kriget, de första offren alltså för Enver Hoxhas paranoida fruktan för fiender, bara de vet vad Tepelena verkligen var. Idag är det ett minne blott, men för Vera ett sår som aldrig läker. Lägret i Tepelena kom till efter kriget. Vera satt här i 5 år. Hon har inte varit tillbaka sedan det stängdes 1954. Këtu në këtë kamp kemi vujt shumë, ka qenë kampi çfarosjes për njerëzit. Kur ngriheshim në mëngjes nuk thoshim si fletës, si u gdhine. A ka vdek njëri nga zërmëtate? Se kemi vdekën 2, 3, 1, 5. Tamam kampi çfarosjes.
krahasohet me kampin Matahausit Gjermanisë, vetëm se nuk kishte furra djegëse me i pjek mrenda. Ky kampi Tepelenës. När vi ber att få gå in visar det sig att många inte längre vet vad som försiggick här för över 40 år sedan. Prisho shpejt, se dhe unë aq kam një 4-5 vjetë që je 4-5 vjetë. Kam qenë korçë. Unë pish në 53. Edhe nuk para I dim mirë. Megjithatë juve vazhdoni siç e keni atë. Na jetë në Faleminderit shumë brish. Kjo ishte periferia e kampit, këtu ishte gazerma numër 1, këtu gazerma numër 2. Ishin me 3 psera shtretnish, dopjo, nalt edhe poshtë. Rishin gra, me fëmi, kishte dhe burra. Jetojshim shumë keq se ishim me 30 cm vend për të fletë në këto vende. Nuk kishim mundësi zjarri për të ngrofur. Nuk kishim mundësi të gatunim një gjellë, se nuk kishim, vetë të mershim gjellën e kazanit, e cila ishte shumë e keqe, se ishte me krymba. Detyroheshim ta ham, se s'kishim ushqim tjetër. Nuk kishte kush na japi ushqim tjetër. Në malë shkojshim pa këpucë, s'kishim këpucë zbath. U shkatrum, komplet u shkatrum këto. Ne këtu në malet e Tepelenës, ja, në ato male atje kam bajt dru në Kurris. Bashkë me shoqet e mia kemi qenë mbi se 800 punëtor mali. Që I mbajshim dru në Kurris. Plus ishin 500 punëtor të tjerë që shkojshin mershin dru për furrën edhe për kuzhinën. Plus ishin se fëmit, këto gra që dilshin në malë, fëmit I leshin pa as një mbështetje, pa as një kujdesje. Ishte e detyru me një gru tjetër, merte 10-15 fëmi, po s'kishte çfarë t'ju bante. Kur ktheheshim neve prej malit, e jeshim të shtrime këtu. Fëmit, që ishte zanë gjumi, pis, pa buk, të dopsu, në këto qimente që po I shoh sot me këto dysit e mia këtu. Kur bështe buka, furra ishte këtu, mrapa kësaj. Rishin fëmit aty dhe kur shifshin bukën që del buka racioni, bërtiqin buka. Çak buk mershin? 500 gram buk, kaq. Të dhim të shpirti ato fëmi, se s'kishe gjë tjetër çfarë të jepni me hangër. Ishin fëmit e vegjël, 2 vjeç e nalt, me një fustan të vogël, lakuriq, këtu në këtë Tepelen. Kështu që kemi dhimbje të mëdha nga ky kamp. Ky kamp na ka shkatërru. Ato të burgosun që vishin nga burgu I Burrelit, që dhe burgu I Burrelit ishte shumë I tmerrshëm, po kur vishin këtu në kamp thoshin më mirë pas kemi qenë në burgun e Burrelit, edhe me gjithmen, se këtu qenë ka me të vërtet kampi I çfarosjes. Kampi Tepelenës, kampi I çfarosjes. Një këta. Po, karakteri na qëndroi shumë I fortë, besën e patëm shumë të madhe, njëri tjetrin e deshëm shumë, se ishim të gjithë për një qëllim. Dhe atë ditë që kemi hikë prej këtij kampit, kemi bë fest. Thamë se lindëm edhe një herë. Kam shumë kujtime të idhuna këtu, të gjitha këto male që I shoh më kujtojnë jetën e rinisë, se këtu më ka humbur rinia. Këtu lindi dhe vdiq rinia ime. Për mu s'ka ekzistuar rini. Edhe për shoqet e mia e shokët e mi. Nuk di që të them, do me thënë të merret asaj kohe. Kur erdhi pleqëria, më zoni në një ditë që po shpresojmë të përmirësohet gjendja këtu ke neve në Shqipëri, po unë jam plak tash dhe vetëm mendoj për djalin. Të lulëzoj djali im që është 24 vjeç. Se mu rrit në internim. Edhe ai, ma keq se unë. Även om tortyr inte var vanligt hände det att vakterna bestraffade fångar genom att hänga upp dem I rep några centimeter över golvet under 5 timmar. De fick vila I 15 minuter, sen hängdes de upp igen. Det kunde pågå I 3 dagar. Vera var med om det. En del män misshandlades dessutom med käppar när de hängde där.
Och så var det förnedringen. Kam shumë raste, po edhe s'më kujtojnë të shti, se janë shumë vite. Një grua plak malsore e kishte shumë i natë togeri kampit. Natën, kur shkojshim në banjë, banjat kanë qenë atje larkë, të aneksume, mbrapa kështu. Shkojshim 4-5, kjo gjithmonë i shoqënon të gratë e reja, mos jenë vetëm. Me po rrinte, gratë ishin në banjë, kjo rrinte ma larkë. E runë këtë dhe i thotë se ke dalë për të vjedhë. E merë në atë vend, merë një tërneqe, i ve një litar, më falni, e mbush me pislike brenda tërneqen, edhe ja varë një qafë kësaj, qangat gjithë gazerë, ato bam, dolëm në si të tristu, shpejt ke banjat, kur dolëm që me pa plakën, rinë të plaka kështu me tërneqe varë. Ndeti deri në mëngjes ashtu, i ratë fikët edhe së ngrit ma jo plak u paralizu. Pastaj kur shkojti në shpit vetë, vdikë. Se e lirun, pastaj ma vonë, mas një 2 vjetësh të kësa historie e lirun. What have you got to say to those people who were innocently accused and then sentenced to 20, 30, maybe 45 years of imprisonment and deportation? Mund të them që në këtë drejtim duhet këto fenomene kanë ndodhur si rrjedhim i një sistemi të caktuar shoqëror. Sistem shoqëror të cilin nuk e zgjodhin vetëm shqiptarët, është një fenomen që ndodhi në tërë Europën lindore, në Bashkimin Sovjetik. Pra është një fenomen ndërkombëtar, të cilin neve sot nuk mundet veç se të themi që kishte gabime të mëdha të cilat kanë dëmtuar njerëz të ndryshëm, shtresa të ndryshme të popullsisë, dhe mund të themi që ndaj tyre është bërë një gabim i rëndë. Kam një kujtim shumë të lidhur në nanën time, që ma lidhën për një saplake ujë ke dera e kampit, në një kohë dimri, të ftofë, binte shi, ishte smunë me veshke, ajo rrinë të lidhur, unë s'mund të flisnja, se të vlenë të polici, isha e detyruar mos i flasë, se dënoj isha ma shumë nanën, jo unë, ishte një tortur shumë e madhe për mu, po si nana ime dënojshin, shumë nana. Hennes mor dog så småningom i fångenskapen. Men Vera och hennes syskon överlevde i alla fall. En broder flydde redan på 50-talet och är nu officer i USA. Syskonen har precis fått kontakt igen. Släktingar i Italien hjälper dem. Familjen klarar sig. Och de känner att det är de som har haft rätt. Det har hjälpt. Liksom religionen. Unë jam shumë fetare. Lus të gjitha fetë. Si Muhamedin që është i fesë time muhamedane, ashtu edhe Krishtin që është i fesë ortodokse katolike. Për mu nuk ka asnjë rëndësi. Se janë njësoj. Zot atje. Dhe gjithë jetën kam pas besim ke Zoti, mendoj që sot që jam këtu, vetëm e kam të falun nga Zoti, nga Krishti dhe nga Muhamedi. E për këte për mu s'ka asnjë rëndësi. Këte kam, do me thënë qetësinë shpirtënore, sot për sot. Plus, kam korrespondencë me vllain tim që e kam në Amerikë. Ajo është një kënaqësi e madhe shpirtënore për mua, se është mirë. Kam motrën time me djalin e motrës, nipin që e kam rritur unë në internim. Edhe ato janë mirë në Itali, jetojnë mirë, janë të lumtur. Ne mërzitemi vetëm se duam që të bien komunistat e të ngrihen demokratët. Kjo është mërzitja jonë sot për sot. Mos se ekzistoj komunizm e komunist në Shqipëri, se janë barbar. Komunisti në Shqipëri është barbar, se e kemi provu në trupin tonë.